Një tjetër debat I fortë shpërthen në shtëpi, këtë herë me Selinës dhe Rogertit, duke krijuar një atmosferë shumë të tensionuar që përhapet menjëherë tek të gjithë banorët. Gjithçka nis gjatë një bisede në sallon, ku disa prej tyre po diskutojnë për sjelljet dhe konfliktet e fundit që kanë ndodhur në shtëpi. Në fillim, biseda duket si një diskutim I zakonshëm, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit kur Selina dhe Rogerti fillojnë të kundërshtojnë njëri tjetrin për disa komente të bëra më herët. Tonet fillojnë të rriten dhe tensioni ndihet qartë në ajër. Selina duket shumë e irrituar dhe I drejtohet Rogertit me fjalë të ashpra. Ajo I thotë se mënyra si ai po sillet kohët e fundit nuk I pëlqen as pak dhe se ai ka kaluar disa kufi që nuk duhen kaluar. Sipas saj, ai po tregohet shumë provokues dhe po krijon konflikte të panevojshme vetëm për vëmendje. Rogerti përpiqet të mbrojë veten dhe I thotë se ai thjesht po shpreh mendimet e tij dhe se nuk ka bërë asgjë të gabuar. Por kjo përgjigje duket se e nervozon edhe më shumë Selinën. Ajo vazhdon me tone edhe më të forta dhe I thotë se sipas saj ai është duke u sjellë në mënyrë shumë të keqe, madje përdor edhe fjalë shumë të rënda duke I quajtur një njeri pa vlerë dhe të pamenduar. Këto fjalë krijojnë një moment shumë të tensionuar në dhomë dhe disa nga banorët mbeten pa fjalë. Atmosfera bëhet shumë e rëndë dhe disa prej banorëve fillojnë të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Ata u thonë të dyve që të ndalojnë dhe të mos e çojnë debatin më tej, sepse gjërat po bëhen shumë personale. Selina nuk ndalet dhe vazhdon të shpreh pakënaqësinë e saj. Ajo thotë se sipas saj Rogerti nuk po sillet si duhet dhe se meriton të largohet nga shtëpia për mënyrën si ka vepruar. Sipas saj, ai nuk po kontribuon në mënyrë pozitive dhe vetëm po krijon tension mes banorëve. Rogerti nga ana tjetër fillon të reagojë më fort dhe I thotë se ajo po e tepron me fjalët dhe se nuk ka të drejtë ta gjykojë në atë mënyrë. Ai shton se secili në shtëpi ka mënyrën e vet të lojës dhe se nuk duhet të sulmohet për këtë. Debati vazhdon për disa minuta me të dy që flasin me zë të lartë dhe përpiqen të mbrojnë qëndrimet e tyre. Disa banorë largohen nga dhoma për të mos qenë pjesë e kësaj situate, ndërsa të tjerë qëndrojnë dhe përpiqen të ndërhyjnë her pas here. Në një moment, disa prej banorëve afrohen më pranë dhe përpiqen t'i ndajnë, duke I kërkuar që të qetësohen dhe të marrin pak kohë për veten. Ata u kujtojnë se tensionet në shtëpi janë të shumta dhe se është e lehtë që situatat të dalin jashtë kontrollit. Pas pak kohësh, tonet fillojnë të ulen ngadalë, por tensioni mes Selinës dhe Rogertit mbetet I dukshëm. Të dy duken të vendosur në mendimet e tyre dhe nuk japin shenja që do të tërhiqen nga ato që kanë thënë. Edhe pasi debati përfundon, banorët vazhdojnë të diskutojnë për atë që ndodhi. Disa mendojnë se Selina ishte shumë e ashpër në fjalët e saj, ndërsa të tjerë thonë se reagimi I saj erdhi si pasojë e sjelljes së Rogertit gjatë ditëve të fundit. Ky moment bëhet një nga përplasjet më të forta të ditës në shtëpi dhe tregon edhe një herë se tensioni mes banorëve është shumë I lartë. Marrëdhënia mes Selinës dhe Rogertit duket se është përkeqësuar ndjeshëm dhe mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet situata mes tyre në ditët në vijim.